Lidhjet e Turqisë me Hamasin dikur një pengesë në Washington janë shndërruar në një aset gjeopolitik. Duke e bindur Hamasin të pranojë marrëveshjen e Donald Trump për Gazën, Ankaraja ka rikthyer veten në tryezën e shahut në lindjen e mesme duke shkënjyer Izraelin dhe rivalët arab. Kidhemisht rezistente ndaj ultimatumit të presidentit amerikan, që u kërkoi të lironin pengjet, por ndryshe do të përballeshin me shkatrim, udhëheqësit e Hamasit u dorëzuan vetëm kur Turqia, një vend që ata e shohin si një patron politik, i nxiti ata të pranojnë planin amerikan. Dy burime rajonale dhe dy zyrtarë të Hamasit i thanë agjencisë së lajmeve Reuters se mesazhi i Ankaras ishte i qartë, ka ardhur koha për të pranuar planin. Ky zotëri nga një vend i quajtur Turqi është një nga më të fuqishmit në botë, sa Trump javën e kaluar duke ju referuar presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, pasi grupi militant palestinez e rë dakord për anëpushimin dhe planin për lirimin e pengjeve. Ai është një aleant i besueshëm. Ai është gjithmonë aty kur kam nevojë për të, shtoi Trump. Fryma e Erdoganit në dokumentin e Gazës i dha shtys Turqisë për një rol qendror në lindjen e mesme, një status që Erdogan është përpjekur gjithnjë më shumë të arimarrë, duke ju referuar shpesh lidhjeve dhe leadershipit të epokës osmane. Tani pas marrëveshjes, Turqia po kërkon të korrë frytet, duke përfshirë dhe çështje të dypalshme me SBA, thanë burimet. Sipas analistëve, suksesi i Ankaras në arritjen e pranimit nga Hamasi të marrëveshjes së Trumpit për Gazën li ka dhënë asaj një ndjekim të ri diplomatik brenda dhe jashtë vendit. Turqia ka të ngjallë të përdorë vullnetin e saj të mirë dhe të ri për të rirë në Washington për të nxitur ecjen përpara me shitjen e bllokuar të avionëve luftarak F-35, një lehtësim të sanksioneve të SBA-s dhe ndihmën e Washingtonit në avancimin e qëllimeve të sigurisë të Turqisë në Sirin, Kinje.